Marrëmendja asaj përket gjykatës kushtetuese dhe kushtetutës më të veçantë e akt gjykimeve, nëse ka një parti politike dhe një lider që nuk duhet më marrë me interpretim, është Albin Kurti, televizave të venduese, se sa përfundova takimin me presidentin Osmani Sadriu dhe edhe në këtë takim rikonfirmova qëndrimin dhe gatishmërinë e Partisë Demokratike të Kosovës për të luajtur rolin tonë në gjetjen e një zgjidhje të krizës politike, sidomos tashmë që kemi edhe qartësi nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili ka bërë qartë rolet e secilit në radhë parë të koalicionit që ka dalë i parë në zgjedhje, të cilin e ka detyruar përveç tjerash edhe për gjetjen e konsenzusit apo kompromisit. Unë shpresoj që edhe këto konsultat të jenë në funksion të gjetjes së rrugdalës, por mbetet që takimet e tjera të cilat i ka planifikuar presidentja të na qartësojnë a ka apo s'ka një ndryshim të kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje të zotit Kurtit, që po vazhdojnë ta marrin bllokum konstituimin e kuvendit. Për Partinë Demokratike të Kosovës është e qartë, qëndrimi është shpreha edhe presidentës që aktgjykimi e ka bërë të palejueshëm ndryshimin në mënyrës së votimit në mes të procesit, sepse ka për të palejueshëm ndryshimin e rendit të ditës, dhe rendi i ditës është ai që taksativisht është i shkruar edhe në rregulloren e kuvendit, por po ashtu edhe është konfirmuar në mbledhjen e 8 prillit kur është përgatitur seanca, dhe ftesa jonë vazhdon të jetë e njëjta, që të kthehemi tek pika e rendit ditës siç ka qenë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit, të votohet sipas praktikave deri tashme, siç ka thënë gjykata kushtetuese, pra në mënyrë të hapur, dhe të sjellet një propozim i një kandidateje që mund ta marrë shumicën e nevojshme për ta konstituuar kuvendin e për të hyrë pastaj në afatet kushtetuese që mund të sjellën një qeveri të re. A pati një interpretim se ka asnjë që një qendrim ka zonja Osmani, presidenti i vendit, sa përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, pasi që kjo është problemi kryesor të cilin po është zoti Kurti bja akuzon juve që nuk po dini me lexu, ndërsa kundërta po është apo ju. Besoj që presidenti atë do të deklarohet vetë, nuk më takon mua që ta parafrazoj, nuk është që diskutuam në detaje këtë. Për ndryshe, marrëmendja asaj përket gjykatës kushtetuese dhe kushtetutës më të veçantë e akt gjykimeve, nëse ka një parti politike dhe një lider që nuk duhet më marrë me interpretim, është Albin Kurti, televizave të venduese, sepse sa herë kemi çuar gjykatë kushtetuese, ne i kemi fituar lanë dhe ata i kanë humbur lanë, sepse nuk kanë ditë as të kaluar për tema, ma pak të themi kështu transishme në kuptimin e ndikimit, me interpretu kushtetutën e lemë për këtë çështje që është krejtësisht e qartë. Nëse thuhet që s'mundet me ndryshu rendi ditës, atëherë qysh mundet me ushtu një pikë në rendin e ditës që është formimi i komisionit. Faleminderit. A falë edhe çështja me ndërgjuar presidentja në gjykatë kushtetuese, më se ka qenë opsion më herët? Unë besoj që këtë diskutim e kemi pasur herën e kaluar, por i takon presidentës që të marrë një vendim të tillë. Unë nuk mund të them se a do ta dërgoj apo kur do ta dërgoj, nëse do ta dërgoj, po unë mund t'ju them që Partia Demokratike e Kosovës tashmë e ka lëndën gati për shkeljet kushtetuese të cilat janë bërë në mënyrë të qëllimshme dhe të vetëdijshme në 2 seancat e kaluara, që mund ndodhë përsëri nesër nëse nuk ndron qasja e kryesuesit seancës dhe grupit më të madh parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, por to janë çështje të ndara. Faleminderit shumë, ju përshëndes gjithëve.